Pavarësisht se në fakt lajmë këtij momenti janë emrat e Partisë Socialiste, me njëherë në thuan flasin për ato, po dua të shkoj njëherë në lidhje drejt për drejt me selin e Partisë Demokratike me Osman Stafën për kuptuar cila është agjenda atje, sepse me njëherë sapo të mbaroi deklarimi nga Selia Ros, të cilën deri tani e kemi ndjekur në transmetimet live që ka patur News 24, vetëm pak minuta para se të fillonim ne, dhe do të rilidhemi sërisht. Me njëherë më pas ka një agjendë tjetër, Partia Demokratike, e cila do të bëjë me dije apo jo të kandidatët për deputet të listës tyre, apo jo, Osman? Përshëndetje Eni, të lutem edhe njerë sepse është pak e vështirë edhe të dëgjohet nga selia e Partisë Demokratike. Cila është agjenda e lajmërimit e emrave për kandidat për deputet? Çfarë do ndodh? Tashmë pritet që të gjithë emrat të cilët u lexuan në mbledhjen e kryesisë Partisë Demokratike të propozuar nga kryetari Sali Berisha dhe që u miratuan edhe nga Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, tashmë do duhet që të përgatiten të plotësohet formulari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe të dorëzohen përpara orës 12:00. Pastaj nëse mund të flasim për emrat apo për dorëheqjet e para, të paktën ka edhe deputet të cilët përveç zotit Sula që ju e keni në studio, ka edhe personazhe të tjerë të cilët fliten se mund të mos jenë kandidat për deputet dhe të paktën edhe nga lista e hapur që unë kam të Elbasanit, ka një sër deputetësh aktual të cilët nuk kanë pranuar të jenë pjesë e listave të hapura, siç është edhe deputeti i Librazhdit dhe Prenjasit Lefter Gështenja, siç është edhe deputetja e qarkut të Elbasanit Zheni Gjergji, apo edhe Qani Xhafa. Paktën janë këta emrat të parë të deputetëve të cilët nuk kanë marrë pjesë, nuk kanë pranuar të jenë pjesë e primareve, përfshirë edhe zotin Dashnor Sula në qarkun e Elbasanit. Pra është totalisht e reformuar lista e vitit 2021 në krahasim me listën e propozuar deri tani dhe nga ku ka pasur dhe një debat sipas burimeve të mia qarku i Elbasanit në mbledhjen e kryesisë, pasi nuk përfaqësohen bashki apo qytete të tjera si Librazhdi, Prenjasi, Cerriku, Peqini, Belshi, Gramshi. Pra të tre kandidatët janë nga Elbasani, përveç të paktën Tomor Alizotit, i cili është deleguar i politik i qarkut, apo edhe kandidati i Partisë të Lirisë, i cili më herët ka qenë deputet i qarkut të Elbasanit, Edmond Haxhinasto. Një tjetër debat të fortë sipas burimeve të mia ka pasur edhe qarku i Shkodrës apo edhe qarku i Tiranës, ku në fakt për të gjithë ata persona të cilët hynë procesin e primareve, vetëm Klevis Balliu ka arritur të hyjë në listën e sigurt, ndërkohë që më i votuari i qarkut të Tiranës, që ishte nga Kavaja, nuk është tërhequr, pra nga gara Stafa, Osman, pra kur fillon lajmërimi i emrave të kandidatëve? Pra, lajmërimi është bërë në mbledhjen e kryesisë dhe në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, të cilët kanë përfunduar të dyja mbledhjet. Të gjithë emrat janë lexuar si ata të listës së hapur dhe ata të listës së mbyllur. Tashmë pritet vetëm që përfaqësuesit ligjor të Partisë Demokratike t'i depozitojnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, vetëm mbetet për të parë nëse ka ndonjë emër i minutës fundit i cili mund të jetë tërhequr. Pra nuk do ketë një komunikim mediatik në momentin që Pra nuk do ketë një komunikim mediatik siç po bën Partia Socialiste. E kuptova. Okej, të falenderoj Stafa, po shkojmë edhe një herë në selinë e Partisë Socialiste sepse është duke